apo një partije që i ka 20% është delegitimim. Ti e ka thut kundër të në pro, atër na mu bo paterice tia? Jo. Ju me kërkue bashkë me levizën vendosje. Mi thonë, gjojeni kandidat pro. Jo. Ti jetu folë. Kërkoj folje. A di që shpëtu? Jo, që shpëtu, se ke edhe pjesa por. Ti përthu, gjomani kandidat i cili pak i njësën demokracis, po ma shumë të tolerisë. Nuk e përfundovam dërhyne. Jo, unë vazhdimisht që më angazhue edhe detve tjera në këtë studio që partit opozitare, me Partinë Demokratike, me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, me ardhë me një kandidat, konsensual mas pare. Jo marta si kaftu heshtje. Lem të përfundaj. Qëfar angazhimi është? Për dëkë në kaftu, po ju me dalë, ju duhet me dalë me sfidue. Ju e keni mundësin. Me dalë edhe me sfidue. Por se, që jam i sinqert, prej asaj dite, kur zonja Osmani një farmyre ka filluat përmendit si opcion që mundet me kaluat e ka ndrojt gjuha juve. Dhe është legjitime, e keni shpresen që nështë një formim i një djathë të bashkuar e tjera, do t'ju bjen ma shumë tregoma dallimin, veç me një shembull çka ka ndryshuar gjuha para se mu deklaru zonja Osmani që në natën e fundit kur nuk e ka marrë. Unë kujtohet se sot, kur ka qenë takimi i parë Kurti Abdi Gjiku, dytë kanë dalë, kanë qenë dytë shumë optimist, kanë thonë që kemi folë për parime, është përmen një kandidat pa librez, partijake. Pikrisht nga Zotri Kurti. Nga Zotri Kurti. Edhe pastaj ju s'keni ofru kur gjë. Çka ndodhi? Në fund, kur as partia juve, as partia demokratike, për më tepër partia demokratike ofroj kandidat partijak. Atëherë, krejtë në fund, ta flasin për dëkëja kandidat. Levizja vetë vendosje, doli me 2 kandidat. Unë edhe pe kësaj studio. Prap po eftoj. Ti pja zbut. Levizjen vetë vendosje. Ju pja ndryshon. Lutem, levizjen vetë vendosje. Ajo është partia fituese, ajo do të me konë ma generoze. Ajo do të me ofru platforma për gjitha partit, për partit opozitare. Më japë mundësi që ju me ardhë me një kandidat